Mirë se vini në Inside News. Të zgjedhësh paketën e dritave ashtu siç zgjedhim paketën e internetit apo telefonit përmes ofertave konkurruese. Liberalizimi i tregut të energjisë është një nga ndryshimet më të mëdha të sektorit që pritet të prek çdo konsumator, ndërkohë që nga viti 2026 pritet një sërish në këtë drejtim. Për të diskutuar mbi këto ndryshime, por edhe mbi sfidat që lidhen me sektorin, unë kam të ftuar ditën e sotme zotin Albi Gjenerali, administratori i furnizuesit të tregut të lirë. Zoti Gjenerali, faleminderit që jeni me mua. Faleminderit juve që na ftuat në këtë emision. Përpara se të diskutojmë më gjerësisht, unë juftoj të ndjekim një insert e më pas rikthehemi në studio. Tregu elektroenergjetik në Shqipëri po ndryshon, ngadalë por me hapa të qartë, po shkohet nga një treg i mbyllur, ku furnizimi vinte vetëm nga një kompani, drejt një modeli të ri ku energjia elektrike po bëhet si shumë shërbime të tjera, ku ke mundësi të zgjedhësh kompaninë me të cilën do lidhësh kontratën, ofertën dhe çmimin. Në mënyrë graduale, një segment pas tjetrit, bizneset po dalin nga skemat tradicionale e furnizimit të rregulluar me çmime të vendosura nga shteti dhe po futen në një realitet krejtësisht të ndryshëm, që vjen nga liberalizimi i tregut të energjisë. Procesi nisi shumë vite më parë me tensionin e lartë, ndërsa nga viti 2020 ka vazhduar me klientët e tensionit të mesëm, të lidhur në tensionin 35, 20 dhe 10 kV, që kanë shkëputur furnizimin me furnizuesin e shërbimit universal, pjesë e OSHE Group. Tani është radha e një tjetër grupi të rëndësishëm, rreth 2300 biznese të lidhura në tensionin 6 kV, që nga 1 janari 2026 do dalin në tregun e lirë. Për këta konsumatorë, energjia nuk do vi më me një çmim të rregulluar nga enti rregullatori i energjisë, por përmes kontratave të hapura me furnizues që ofrojnë kushte të ndryshme. Çmimi nuk është më një numër fiks, është një produkt negociues që varet nga konkurenca. Ky ndryshim nuk është vetëm teknik, ai prek mënyrën se si bizneset planifikojnë kostot, si menaxhojnë rrezikun dhe si ndërtojnë modelet e tyre financiare. Për të orientuar këtë treg të ri, është ngritur platforma e krahasimit të çmimeve, një mjet që u jep bizneseve mundësinë të krahasojnë ofertat e furnizuesve në mënyrë transparente, ashtu siç mund të krahasojnë paketat e internetit apo tarifat telefonike. Aktualisht ekzistojnë 38 furnizues të licencuar nga enti rregullatori i energjisë, por vetëm një pjesë e tyre publikojnë oferta në platformë, duke krijuar një pamje të pjesshme të konkurrencës që pritet të zgjerohet në vazhdim. Megjithatë, fakti që në platformë janë të publikuara mbi 15 oferta të ndryshme, tregon se tregu është gjallëruar dhe se bizneset kanë alternativa. Por liberalizimi nuk ka prekur vetëm furnizuesit. Ai ka stimuluar dhe një tjetër fenomen të rëndësishëm, rritjen e vetprodhuesve të energjisë. Çdo vit gjithnjë e më shumë konsumator, veçanërisht biznese, po zgjedhin të mos varen vetëm nga çmimet e tregut, por të investojnë në panele diellore për autokonsum. Sipas të dhënave nga operatori i shpërndarjes së energjisë elektrike, si vjet numri vetprodhuesve është rritur me 30% krahasuar me vitin 2024, duke arritur në 3137 konsumator. Kapaciteti total i instaluar ka shkuar në 284 MW-pik, 31% më shumë se fundi i vitit të kaluar. Kjo rritje tregon një tjetër sfidë dhe mundësi për tregun. Energjia nuk është vetëm një produkt që blihet, por një burim që shumë konsumator tashmë e prodhojnë vetë. Afërsisht 30% e vetprodhuesve janë familjar, ndërsa pjesa tjetër janë biznese, institucione publike, ujësielsa dhe qendra shëndetësore, që kanë instaluar panele për të ulur kostot dhe për të siguruar stabilitet afatgjat në furnizim. Ndërkohë mbetet ende pas zgjidhjet çmimi me të cilin vetprodhuesit duhet të shesin tepricat e tyre në rrjet, një element që pritet të përcaktohet në vijim, me rëndësi të madhe për zhvillimin e energjisë së gjelbër. Në këtë realitet të ri, OSHE ka prezantuar dhe platformën e furnizuesit, një sistem digital që automatizon procesin e ndryshimit të furnizuesit dhe shpërndan të dhënat e konsumit nga macat inteligjent në kohë reale. Ky sistem është ngritur si përgjigje ndaj rritjes së kërkesave të bizneseve për të ndryshuar furnizues. Ndërsa bizneset po hyjnë njëri pas tjetrit në tregun e lirë, një pyetje mbetet ende e hapur: çfarë do të ndodhë me konsumatorët familjar? Ata bëjnë pjesë të klientët e lidhur në tensionin 0.4 kV, që kanë të drejtë të zgjedhin në çdo moment furnizuesin e tyre, ndonse legjislacioni nuk parashikon shkëputje të detyrueshme nga OSHE, siç parashikoi për tensionet e tjerë. Megjithatë, fakti që deri më sot për këtë kategori ofrohen tarifa preferenciale, që ndër të tjera i mbrojnë nga luhatjet e çmimeve, ndërsa konkurenca nga furnizues privat mungon, tregon se zgjedhja e një furnizuesi alternativ për këtë kategori është e largët.
Megjithatë, drejtimi është i qartë, energjia me çmime të rregulluara për bizneset po mbaron, tregu po hapet dhe kontratat po diversifikohen, vetë prodhimi po rritet me ritme të shpejta, ndërsa platformat digjitale po marrin një rol qendror në gjithë procesin. Dhe për herë të parë, furnizimi me energji në Shqipëri po i afrohet logjikës së një tregu modern, ku fuqia e zgjedhjes i kalon konsumatorit. Viti 2026 pritet të jetë një nga vitet më përcaktues të kësaj reforme. Liberalizimi i tensionit 6 kV, rritja e vetprodhuesve dhe përhapja e kontratave të tregut të lirë do të tregojnë nëse konkurenca do sjellë stabilitet, ulje kostosh dhe transparencë, apo nëse do hapet një kapitull i ri sfidash. Megjithatë, një gjë është e sigurt, energjia në Shqipëri nuk është më një shërbim i marrë si i mirëqen. Ajo po bëhet një zgjedhje dhe një mundësi për të planifikuar, për të kursyer dhe për të investuar në burime të gjelbra. E teksa liberalizimi i tregut të energjisë elektrike është një hap i pashmangshëm drejt integrimit me tregun evropian të energjisë, pyetja kryesore mbetet: çfarë do të ndodhë me faturën e energjisë? Jemi rikthyer dhe në fakt zoti generali dëshiroi ta filloj pikërisht me ndryshimet që pritet të aplikohen nga viti 2026 që kanë të bëjnë me liberalizimin e të gjithë atyre klientëve të lidhur në tensionin 6 kV. Më konkretisht, çfarë do të ndodhë me këtë grup biznesesh? Dalja në treg të liberalizuar e klientëve të lidhur në nivel tensionin 6 kV është vazhdimësia e një procesi të nisur në vitin 2024, pjesë e një pakete ligjore që i detyron të gjithë bizneset lidhur në nivel tensioni 20 kV, 10 kV dhe 6 kV që të zgjedhin një furnizues të tregut të lirë. Çfarë nënkupton kjo? Kjo nënkupton që këto biznese kanë një konsum energjie relativisht të lartë dhe duke qenë se janë të lidhur në nivele tensionit të tilla që mund të menaxhohen nga furnizues të tregut të lirë dhe janë të detyruar të gjejnë një furnizues të tregut të lirë, nga 1 janari vitit 2026 janë të detyruar të furnizohen në treg të lirë me çmime të parregulluara, me çmime që variojnë sipas konkurrencës së tregut. Është për të theksuar se këtë mundësi, këta biznese në këto nivele tensioni e kanë pasur gjatë gjithë kohës, domethënë kanë pasur një periudhë prej 2 vitesh, sipas legjislacionit, që mund të gjenin furnizues të tregut të lirë. Në rast se e kishin të pamundur ta realizonin këtë opsion, me anë të furnizuesit të mundësisë së fundit, që është pjesë e FSHU-s, ato janë furnizuar nga FSHU-ja me anë të FMF-s, që është furnizuesi i mundësisë së fundit. Kjo periudhë grace period për ta në nivel tensioni 6 kV përfundon në 31 dhjetor 2025. Janë njoftuar të gjithë klientët nga furnizuesi i mundësisë së fundit FSHU-ja që nga 1 janari 26 nuk kanë më detyrim për t'i furnizuar. Janë njoftuar gjithashtu nga operatori i sistemit shpërndarës, si është rrjeti elektrik, që deri në 31 dhjetor të vitit 2025 duhet të deklarojnë furnizuesin e ri të tyre. Një nga këta furnizues është dhe furnizuesi i tregut të lirë, që është pjesë e OSHE grupit. Për të kaluar tek shërbimi që ofron FTL për këto kategori, çfarë ndodh në datën 1 janar 2026 në rast se këta biznese nuk kanë deklaruar furnizuesin ashtu sikurse kërkohet ose nuk kanë gjetur një furnizues? Normalisht të gjithë këto biznese janë të detyruar të deklarojnë një furnizues. Nëse një furnizues ta nuk e deklarojnë deri në 31 dhjetor, atëherë teoretikisht nga 1 janari janë pa energji elektrike në kuptimin e furnizuesit. Por pjesa ligjore me pjesën kontraktuale dhe pjesa teknike janë 2 gjëra të ndryshme. Normalisht këta janë rreth 2300 klientë dhe pamundësia fizike e operatorit sistemit shpërndarës për të ndërprerë 2300 klientë, le të themi në datën 1 janar mbas vitit të ri, edhe në vijim është e pamundur. Është e pamundur, domethënë është diçka. Megjithatë, ata kanë të gjithë sisteme matje. Këto sisteme matje regjistrojnë të dhënat dhe nga 1 janari e në vijim. Këto dhënat të cilat më pas do të faturohen nga furnizuesi i cili do të jetë furnizuesi i tyre i zgjedhur. FTL-ja është një nga këta furnizuesi që përmenda edhe më parë. Ofron një paketë të plot furnizimi,
e cila ka një çmim stabil për 18.34 lekë pa TVSH dhe ofrojmë këtë çmim për gjatë gjithë vitit kalendarik. Kjo është një ofertë serioze që i ul bizneset në tavolinën e llogaritjeve të tyre me një faktor stabil, pra të palëvizshëm. Do kur të bëjnë planin e biznesit, planin financiar të vitit 2026, me FTL-n e kanë këtë mundësinë dhe këtë stabilitet. E dëshmuar kjo me klientët e 20 kV dhe me klientët e 10 kV, të cilët janë rreth 4.000 klientë, janë shumë të kënaqur me shërbimin tonë. Nuk kemi pas asnjë problem për çdo ankesë, komente, suport kanë pasur të gjitha kanalet e nevojshme për të na kontaktuar, kanë marrë përgjigje në kohë reale, nuk u ka munguar asnjë sekond energjia e furnizuar, me përjashtim të avarive të rrjetit në kuptimin e fortunave apo çështjeve të tjera madhore teknike që nuk varen nga furnizuesi, por varen nga rrjeti i shpërndarjes. Dhe i ftojmë dhe këta klientë të rrjetit 6 kV, janë rreth 2300, aktualisht por i verifikohen edhe një herë 1më1 nga operatori i sistemit shpërndarjes. I ftojmë që të pranojnë ofertën tonë si një ofertë kredibël, stabil, afatgjatë, serioze për vitin 2026. Dhe në fakt, çfarë ka treguar eksperjenca këtyre viteve, sepse e përmendëm edhe në inserte dhe ju gjithashtu, janë njësër biznesesh që kanë dalë tashmë në tregun e lirë, më përpara kanë qenë edhe bizneset të lidhur në tensionin 35 kV, por edhe 20. Janë 76 klientë. Pikërisht, pra gjithë këto biznese, çfarë ka treguar eksperjenca, kanë preferuar të qëndrojnë pranë FTL-s si pjesë e OSHE Group apo kanë zgjedhur furnizues të tjerë alternativë që ofrojnë këtë shërbim në treg? Në 95% të rasteve kanë preferuar të mbeten. Për shembull, klientët e 35 kV, 76 klientë janë prej shumë vitesh pjesë e FTL-s. Klientët e 20 kV që ne i morëm në janar të 2024-s janë 95% akoma pjesë e paketës tonë. Klientët e 10 kV që i morëm në janar 25-s, vazhdojmë deri sot janë pjesë e portofolit tonë. Dhe të njëjta gjë do ndodhi edhe me gjatë. Pra janë të kënaqur me shërbimin që marrim. Patjetër që ka klientë që gjatë kësaj periudhe për shembull mund të kenë ndryshuar nivelin e tensionit. Për shembull, nëse ka pasur rrjeti elektrik një zhvillim teknik, që është bërë një investim nga ana operatorit të sistemit shpërndarjes, këta për shembull mund të kenë kaluar nga nivelet e tensionit 20-10-6, kanë kaluar në nivelin e tensionit 0.4 dhe kanë përfituar, domethënë, duke ndryshuar nivelin e tensionit. Por kjo është ngjarja e përgjithshme, që është ngjarje teknike, kurse ngjarje komerciale nuk kemi vënë re. Me përjashtim të disa klientëve, të cilët janë dhe prodhues njëkohësisht dhe furnizues, që kanë furnizuar bizneset e tyre, si pasojë se janë edhe prodhues diku tjetër. Dhe në fakt doja të ndalesha tek pjesa e konkurrencës. FTL konkuron, po themi, pikërisht vetëm me këto çmime që janë të pandryshueshme për gjatë vitit, apo edhe me çmime më preferenciale, si qëndron në raport me konkurrencën, me ata pak furnizues që sot janë në treg? Përgatitja e një çmimi furnizimi kryesisht varet në 90% ngjarjes nga çmimi që ti siguron energjinë në blerje dhe tarifat e transmetimit dhe tarifat e shpërndarjes. Janë këto kostot kryesore të përgatitjes së një tarife furnizimi. Duke qenë se shumica e furnizuesve në treg të lirë në pjesën më të madhe i drejtohen bursës ose kanë dhe pjesërisht implantet e tyre të prodhimit, krijon një pasiguri e cila vjen si pasojë e luhatjeve në bursë të energjisë elektrike. Ndërsa FTL-ja, duke qenë se energjinë e siguron nga burimet e rinovueshme të pavarura, me të cilat ka kontratë shitblerje energjie afatgjatë, kryesisht 15 vjeçare, i jep mundësinë që të ketë një garanci në sasinë e energjisë që merr dhe në çmimin e energjisë që merr për gjatë gjithë vitit financiar. Do kemi tarifën e transmetimit, tarifën e shpërndarjes që janë të paevitueshme për çdo furnizues, që i hidhen te shporta e tarifës dhe dalin me një çmim fiks. Ka pas furnizues që her pas here për shkak kanë pas oferta më të mira se FTL-ja, si pasojë një kushti të caktuar në bursë. Por bursat ndryshojnë, nuk varen absolutisht nga tregtari apo furnizuesi në Shqipëri, varen nga shumë element gjeopolitik, makroekonomik dhe kështu me radhë. Nuk kanë garancitë e nevojshme. Kjo jep pasiguri në ofertë. Për të
përmbyllur ndoshta këtë pjesën e liberalizimit të klientëve biznes. Liberalizimi i tregut u shoqërua, po themi, bashkë edhe me paketën ligjore që solli një rritje të vetprodhuesve të energjisë. Pra, ata klientë të cilët preferojnë të instalojnë panele diellore për vetprodhimin e energjisë me qëllime autokonsumatore. Çfarë mund të themi, si ka evoluar pjesa e vetprodhimit të energjisë përgjatë këtyre viteve, por sikurse e përmenda edhe e nxitur nga legjislacioni dhe nga ajo VKM që lejoi lidhjen e tyre me rrjetin. Është shumë e vërtetë që një legjislacion shumë inovativ, shumë pro-europian, i dha mundësi vetëprodhuesve kësaj kategorie që vendosi të instaloj panele fotovoltaike për nevojat e biznesit të tyre, pra nuk e duhet ta dallojmë nga impiantet komerciale që janë mbi 500 kW e sipër. I dha mundësi të gjitha këtyre bizneseve që të kishin mundësi që me rrezën e diellit, me dritën e diellit të ulnin faturat e energjisë. Këta biznese në masë e përqafuan këtë vizion të politikës, të Ministrisë Energjetikës dhe Infrastrukturës dhe filluan investimet në panele fotovoltaike për nevojat e biznesit të tyre. Sot që po flasim, janë rreth 270 MW energji e instaluar nga vetëprodhuesit, përfshirë edhe familjarët, duhet thënë. Përfshirë edhe familjarët, nga të cilat 180 MW, më shumë se 50%, janë pjesë e portofolit FDL-s. Kjo i jep mundësi vetëprodhuesve që çdo muaj, sidomos në muajt e ndriçimit të lartë të diellit, domethënë në muajt nga marsi, prilli, maj e kështu me radhë, po jo në dimër, të ulin faturat e tyre në mënyrë të konsiderueshme. Dhe ka sjell fatura më të lira për bizneset dhe ka sjell dhe një çlirim më të madh edhe për nevojën e furnizimit, e cila është sfidë më vete gjatë gjithë kohës, pra të kesh energji është gjithmonë sfidë, të kesh energji disponueshme për ta dhënë diku tjetër. Dhe një hallk për të kompletuar gjithë këtë cikël është përcaktimi i çmimit me të cilin këta biznes apo edhe familjar mund të marrin mbrapsht në formë pagese për energjinë tepër të depozituar në rrjet. Kemi një parashikim kur mund të ndodhë kjo hallk? Neve jemi zbatues. Pra, ose grupi FTL-ja është zbatuesi politikave në përgjithësi. Politika aktuale është që fatura e energjisë së tyre netohet nga vetëprodhimi i tyre gjatë gjithë vitit kalendarik. Kjo bëhet në mënyrë mujore, pra nëse në muajin qershor sasia që ai ka hedhur në rrjet është më e madhe se sasia që ka marrë nga rrjeti, atij i krijohet një gjendje kreditore në sistem. Pastaj, për muajt tetor, nëntor, dhjetor, kur ai konsumon më shumë nga rrjeti se sa ka hedhur në rrjet, atëherë tret këtë tepricën që ka pasur gjatë gjithë kohës. Dhe ky si proces mbyllet 0-0 në 31 dhjetor të çdo viti. Aktualisht, energjia që po hedhin ta në rrjet u vlerësohet me të njëjtin çmim që ne u furnizojmë energjinë atyre. Pra, u vlerësohet me 18.34 lekë. Kjo quhet net metering, do të thotë kilovat për kilovat. Net billing është një sasi kilovati unë ta faturoj në shitje ty me 18.34 lekë, ndërsa një sasi kilovati që ti prodhon për rrjetin, unë për shumë mund ta vlerësoj 16, 15, 12 lekë sipas programimit tim buxhetor dhe sipas bursave aktuale. Shumë nga këto furnizuesit e tregut lirë, që po flasim për te FTL-s, nuk bëjnë net metering, bëjnë net billing. Pra i lëshojnë një faturë për sasinë e furnizuar dhe ja njohin energjinë që prodhon vetëprodhuesi me një çmim të cilin e kanë llogaritur ato që deri ku shkon. Por kryesisht është shumë herë më pak. Bër një farë faturimi në këtë drejtim. Po shumë herë më pak se 18.34 lekë që një FTL. Kam dëgjuar 12, kam dëgjuar 9, nuk i kam të konfirmuar se janë marrëdhënie biznesi midis palëve dhe janë konfidenciale normalisht. Për të rikthyer tek procesi i liberalizimit, duke marrë në konsiderat daljen në treg të lirë të bizneseve, por edhe vetë konsumin. Çfarë mund të thuhet në drejtim të faturës? Ne me liberalizimin e tregut të energjisë marrim çmime më të lira apo më të shtrenjta? Me liberalizim merr një çmim po aq thuajse sa që ke aktualisht si pjesë e furnizimit. Jo, po aq është FMF-ja, duhet ta ketë FMF-ja, që është furnizuesi mundësisë fundit, ka një tarif i cili miratohet nga here çdo 3 muaj. Dhe me sa di unë aktualisht, domethënë nuk është më larg se 0.5 lekë nga tarifa e FTL-s. Po kjo
Gjithashtu varet nga bursat. Te metodologjia që ka përcaktuar enti rregullator për tarifën e FMF-s, furnizuesi mundësisë fundit, që janë 6 që tani ka ngel atje, varet nga sasia e bursës. Nëse bursa do të rritej, këta do të ishin të ekspozuar nga rritja e çmimit dhe për te çmimit që ka sot FTL. Pra është një, le të themi, rastësi momentale që çmimi i FMF-s aktual është pak më i ulët se çmimi i FTL-s për këto klient. Por mos harrojmë që këta klient janë në të njëjtën kohë klientë industrial, pra prodhojnë, kanë makineri, pra janë biznese dhe prezenca e tyre në rrjet dhe prezenca e tyre te shpatullat e furnizuesit të shërbimit universal, ku janë kryesisht shtresat që kanë një mbështetje nga tarifore nga qeveria e mbrojtur, është një barr për këta familjar, se në fund ditës kostot diku do shkarkohen. Dhe pse të shkarkohen kostot e një impiant industrial i cili ka të gjitha kapacitetet ekonomike financiare mbi shpatullat e kësaj shtrese. E qartë. Në fakt është edhe një kategori tjetër klientësh, ata që janë të lidhur në tensionin 0.4 kV, ku kemi edhe biznese, por edhe familjar. Legjislacioni në fuqi në fakt parashikon që ata tashmë janë të lirë, gjithmonë kanë qenë të lirë për të zgjedhur një furnizues alternativ. Më konkretisht, si paraqitet situata me këtë kategori? Kjo kategori, siç ta thash, është kategori e mbrojtur. Pra, furnizohet me tarif të mbrojtur e miratuar nga enti rregullator i energjisë, bazuar në një kontratë shumë preferenciale që FSHU-ja, Shërbimi Universal, ka me keshin, si pasojë e prodhimit kaskadave historike shqiptare. Fjerza, Komani, e kështu me radhë, Bistrica. Dhe tarifa që ofron sot FSHU-ja për këtë shtres, pra 0.4-shin, që përfshin familjarët dhe bizneset e vogla që i shohim për ditë në për lagjet tona, e kështu me radhë, pra katet e para të objekteve, e kështu me radhë, është një tarif jashtëzakonisht e favorshme që të mendoj një dikush që është i lidhur në 0.4 për të gjetur një furnizues të tregut lirë. Pra nuk ka asnjë mundësi matematikore, le të themi, që një klient në 0.4 të zgjidhë një furnizues të tregut lirë vetëm nëse është vetë furnizuesi dhe e prodhon energjinë falas për veten e vet, domethënë duhet të jetë një rast shumë i rrallë. Pra këto shtresat, FSHU, 0.4, biznes apo familjar janë shtresat të mbrojtura dhe kanë tarifa eksepsionale, kompetitive, domethënë kuptimin me tregun, janë shumë të mira. Shumë e qartë. Për të bërë një konfigurim të situatës, sa prej konsumatorëve tashmë janë në treg të lirë duke përllogaritur edhe ata të lidhur në 6 kV që do dalin në 2026, dhe sa do të vijojnë të jenë ende në tarifa të rregulluara përmes çmimeve që përcakton enti rregullatori i energjisë. Pra kemi një dominancë të tregut të liberalizuar apo jo? Tregu liberalizuar. Që konsumatorët familjarë. As diskutohet fare. Tregu liberalizuar ka aktualisht 4000 klient, 20, 35, 20 vjeç dhe pret edhe 2300 gjallë. Pra tregu liberalizuar ka 6300 klient. Ndërsa numri i konsumatorëve pa diskutim. Milion plus, e ka parasysh. FSHU-ja me 0.4 dhe me bizneset dhe 1.disa milion, se nuk është FSHU-ja më saktë mund të ta thonë ata, domethënë. Gjithsesi këta klientë pa diskutim që janë konsumatorë të mëdhenj energjie dhe nëse e marrim në raportin e sasisë që ata konsumojnë të energjisë, pa diskutim që përbëjnë një segment të rëndësishëm për pjesën e rrjetit. Në konsum po. Pikërisht, dhe doja t'ju pyesja se si ka ndikuar pikërisht kjo në drejtim të stabilitetit financiar të kompanisë, çfarë ka sjell pra kjo në drejtim të ndoshta edhe të OSHE-s në përgjithësi, pavarësisht se ju përfaqësoni pjesën e. Unë përfaqësoj furnizuesin e tregut lirë, por ne jemi pjesë e OSHE grupit, kemi bilancet konsoliduar si grup. Në pjesën e FTL-s, patjetër, domethënë, duke ofruar këtë tarif, ne kemi edhe marzhin tonë të fitimit. Dhe ky marsh fitimi për 4000 klientë aktual dhe plus 2300, patjetër ka sjellë të rritjen e të ardhurave për kompaninë FTL, të cilat më pas konsolidohen me të ardhurat e grupit. Kjo është më së normale, sepse ne ofrojmë një shërbim. Kemi kostot tona operative, kemi energjinë që sigurojmë, që ja paguajmë prodhuesve me përparësi. Prodhuesit me përparësi paguhen brenda 30 ditëve
për gjithë energjinë e lëvruar pranë FTL-s, kështu që është mos e normale që ne të kemi fitimin tonë. Për të folur për planet e të ardhmes të FTL-s, cilat janë ato në drejtim të zhvillimit? Po FTL-ja me fazën e 6 kV përmbyll me sukses këtë paket ligjore që i detyronte këta klientë dalin treg lirë. E ka menaxhuar në mënyrë suksesshme bashkë me grupin në kuptimin e të bërit gjërave shumë korrekt dhe shumë qetësisht, pa trauma për askënd, dhe kjo ka sjell një besim më të madh të klientëve për FTL-n. Planet e FTL-s në të ardhmen do fokusohen te objekti jonë i veprimtarisë, pra të shesim energji, të furnizojmë energji e kështu me radhë. Te furnizimi i energjisë për palë të treta është dhe një projekt që quhet Osha e Charge, i mbështetur nga FTL-ja patjetër si pjesë e kësaj iniciative. Është një ide shumë inovative që e përfshin FTL-n te tregu i karikimit të shpejtë të mjeteve elektrike. Në thelb të gjithë këtij projekti mbetet furnizimi i klientëve fundor, që në të rast do jenë qytetarët që kanë makina elektrike ose dhe flotat e taksive apo kompanive tjera. Ka një diskutim në fakt nëse i takon FTL-s dhe Osha e Group ta ofrojë këtë shërbim apo jo. Si parashikohet kjo edhe në rregullore apo në licitacione? Nuk ka asnjë në mendimin tim, nëse ka një diskutim për këtë është, domethënë është pa lidhje, se s'ka se të ketë një diskutim për këtë, sepse FTL-ja zotron licencë për tregtim, licencë për furnizim. Ndërsa shumë pika karikimi automjetesh, qofshin private apo biznese kështu me radhë, nuk kanë licencë furnizimi. Po nëse i takon dikujt ta bëj këtë gjë në mënyrë më të lishme dhe më të rregullt të mundshme, me përgjegjësi plot ligjore dhe teknike, është FTL-ja ose një furnizues tjetër i cili ka licencë furnizimi. Se të tjerët nuk kanë. Megjithatë këtu ka një vakum legjislativ, se patjetër makinat elektrike është e re patjetër, domethënë makinat elektrike ultra fast charge janë inovacionet të 2-3 viteve të fundit dhe kërkohet më shumë eksperiencë studimore për të parë që ç'a legjislacioni do përdoret në këtë rast, që ti të kesh një ultra fast charge te pallati jot, se do me të furnizosh zonën tënde, bie fjala ke 10 komshi që kanë makina elektrike, nuk do jetë më një opsion, sepse duhet të kesh garancira teknike të caktuara, mund të krijosh situata të pakëndshme në kuptimin e zjarreve e kështu me radhë. Pra është e parregulluar, por realisht do rregullohet. Ka një objektiv të vendosur në drejtim të afateve kur parashikohet që të përmbushet edhe ky vakum legjislativ, nëse do ta konsideronim kështu, dhe kur mund të fillojë si shërbim? Nga ana FTL-s, për sa më takon ligjërisht, edhe sot mund të fillonim të furnizonim me ultra fast charge makinat elektrike dhe abonent, klient, qytetar që kanë këto makinat, për sa më takon. Nga ana e programimit të planit investimeve kështu me radhë, do kërkoj edhe pak më shumë kohë, se sa momentalisht nuk jo ta them dot se nuk e di, por është thjesht çështje teknike e kalimit të buxheteve dhe miratimeve dhe zbatimit dhe prokurimeve kështu me radhë. Nuk ka lidhje me të, kurse për pjesën e kuadrit ligjor, ajo është një ekskluzivitet i organeve ligjbërëse, të cilat i kanë pas dhe të i kenë gjithmonë feedbackun tonë, propozimet tona, por është pjesë e një agende legislative që të them drejtën nuk dhe do të mbetemi, do të shikojmë hapas hapi se si do të veprohet në këtë drejtim dhe kur ky shërbim do të jetë funksional. Zoti Gjeneral, ju falenderoj që ishit me mua. Shumë faleminderit juve, kënaqësi të jam në studion tuaj. Ju falenderoj dhe ju të nderuar teleshikues që na ndoqët, bashkë mirupafshim.